Deputeti socialist Erion Braçe, gjatë seancës në Kuvend, ka zhvilluar pyetje-përgjigje me ministren e arsimit Mirela Kumbaro, lidhur me ndërtimin e shkollës 11 janari dhe mësimit me turne. Braçe, ndër shqetësimet që ngriti, theksoi se procesi i mësimit ka ndryshuar, duke sjellë vështirësi për prindrit, pasi u ka ndryshuar agjendën. E para mbi gjitha mu duk vetja si i vetmi jo solidar me ndërtimin e kësaj shkolle, pra shkollës 11 janari. Me thënë drejtën, unë nuk kam sjellë këtu shqetësim timin personal. Unë e kam mbaruar shkollën dhe e kam mbaruar herët. Nuk kam as nipër as mbesa, madje nuk kam as fëmijë që tjetë në moshën për ta çuar në këtë shkollë. Ky që solla këtu është shqetësim prindrish, jo shqetësimi im personal. Për shqetësimet mia personale do duhet prisni shumë kohë që unë të viti them këtu e t'i marr kohën parlamentit pikërisht për to. E dyta gjë që duhet të them. Nuk është çështje metrash. Pra nuk është çështje 160 metrave që ata fëmijë kanë shkuar më poshtë, por siç e thash, e para mbi gjitha procesi mësimor i tyre është vendosur për një periudhë të gjatë kohore nga paradite në pasdite. Dhe ju e dini fare mirë se jeni e fushës që kjo gjë patjetër që ndikon në psikën e fëmijës dhe mënyrën e përgatitjes atij fëmije për në shkollë. E dyta gjë që dua t'ju them, ka të bëjë drejt për drejt me prindrit e tyre. Pra nuk është çështja e distancës 160 metra nga aty atje, por është çështja që ata prindrit duhet lënë punën për të çuar në orarin e drekës fëmijët në shkollë. Në përgjigjen e saj, ministrja Kumbaro u shpreh se ndërtimi i shkollës Edit Durham ka përfunduar dhe se ka nisur procesi i mobilimit të ambienteve. Ajo shtoi se së shpejti do të nisë mësimi në godinën e re. Kumbaro theksoi se investimet në objektet arsimore mbeten prioritet kryesor i Ministrisë së Arsimit në bashkëpunim me pushtetin vendor. Në përgjigje të pyetjeve tuaja, dua të sqaroj, po kështu edhe opinionin publik, jo vetëm deputetin Braçe, po sidomos prindrit, mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle, mbi ecurinë e këtij investimi të rëndësishëm për arsimin Tiranë, të iniciuar dhe të realizuar nga Bashkia e Tiranës. Unë ndaj shqetësimin tuaj njësoj edhe si prindë dhe si qytetar dhe patjetër dhe si ministri i arsimit. Ndërkohë që flasim, e konfirmoj atë që thatë, ndërtimi i godinës së re të shkollës Edit Durham ka përfunduar. Sigurisht është një gjë përfundimi që shikojmë me sy edhe me që e fotografojmë dhe një gjë tjetër përfundimi procedurial ku mbasi ka mbaruar godina ka ca aspekte tjera, kolaudimi e me radhë. Por nuk mjafton të përfundojnë muret, sepse duhet kryer dhe mobilimi që ka dhe ajo procedurën e vetë të prokurimit që është bërë në vitin 2026 me etapat që lë buxheti. Aktualisht po përmbyllet procesi i pajisjeve të mobilimit të ambienteve me orendi edhe mjete didaktike, po sërish nga Bashkia Tiranë se autoritet përgjegjës për këtë aspekt, madje mund të konfirmoj të njëjtën gjë që thatë dhe ju për konfirmimin e verifikimin e fundit e kemi bërë sot në mëngjes, ku një pjesë e mobiljeve tashmë kanë hyrë në ndërtesë. Kemi një ndërtesë moderne, kjo është pjesa më e rëndësishme, me standarde infrastrukturore bashkohore, me kapacitetet zgjeruara për nxënësit dhe sidomos dua të theksoj që është nëse mund t'jap dhe disa element statistikor, do të ketë 33 klasa mësimore, nga cilat 13 janë të dedikuara për arsimin fillor dhe 20 për ciklin nëntëvjeçar, duke siguruar kapacitetet mjaftueshme. Kujtoj këtu që është një ndër shkollat e rëndësishme të njësisë 5, që është një ndër njësitë më të populluara dhe kjo pastaj bën edhe interesin më të madh. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, deklaroi në Kuvend se nuk ka asnjë kërkesë për zaptim toke apo tjetërsim të saj përgjatë lumit Seman e Shkumbin në bashkinë Lushnjë dhe Divjak. Në përgjigje të interesit dhe shqetësimit të ngritur nga deputeti Erion Braçe për këtë çështje, Salla bëri të ditur se, sipas dokumentacionit kadastral, përgjatë lumit Seman rezulton pasuria me zërin kadastral pyll, ndërsa sqaroi se në fushën e veprimtarisë së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përfshihet vetëm toka bujqësore me zërat kadastral, ar, pemë drutore dhe vreshta.